Të dashur miq të RTS Korça, ju përshëndes dhe ju ftoj të qëndroni këtë pasdite të vonë së bashku me ne këtu tek Kafe Art. Ju falenderoj për këtë që ndani kohë me mua dhe me të ftuarit tanë. I ftuari sotëm ka një pasion të veçantë, pikturën. Dhe duke e pasur pasion, me kalimin e viteve, arti nga pasion zhndërrohet në profesion dhe ai e ka bërë të tillë. Po, këto profesionet artistike, madje jo vetëm ato, por edhe profesionet e tjera, pasi çdo profesion, nëse ti i përkushtohesh me pasionin e duhur, të bën artist, të kthen artist. Mirë po ja që këto profesionet që lidhen me artin na intrigojnë sa më shumë, na bëjnë të kemi më shumë pikpyetje, na bëjnë të dimë më shumë, edhe të pyesim, edhe të jemi kurioz. Prandaj ne i ftojmë këta artistë tek Kafe Art, që të ndajnë së bashku me ju atë pasionin, të ndajnë bashkë me ju punën, mënyrën se si e realizojnë, mënyrën se si ju afrojnë njerëzve me artin e tyre. Prandaj, për të folur për pikturat e veta dhe se si i realizon, se si i sjell në kohë, se si artisti ndryshon me kalimin e viteve, kemi në këtë Kafe Art zotin Lefter Babi. Lefter, mirë se erdhët. Faleminderit. Jo, faleminderit ju se të ndash pasionin me të tjerët, sepse është ndryshe kur ndan profesionin. Por pasioni është pak më intim, është pak më i brendshëm, është pak më njerëzor, është pronë, si të thuash, nuk na pëlqen ta ndajmë shumë me të drejtën. Por ndajmë atë, në fund të fundit është vepra ajo që duket. Dhe natyrisht, kur takohesh me shikuesit, me dëgjuesit, me ata që na ndjekin, pyetjet e para vinë natyrshëm, po kush është Lefteri, po si është të merresh me pikturë, po kur e ka filluar, po si ka shkuar piktura tek Lefteri apo Lefteri tek piktura. Kush ju ka zbuluar së pari talentin? Domethënë, janë këto pyetjet e para që janë kaq shumë dhe që përmblidhen me jetën që artisti ka bërë dhe ka arritur deri në këto momente që jeni ju. Nuk kam ndonjë datë të caktuar, por që i vogël. Kam qenë shumë edhe në pas lapsave. Se mos lapsat me ngjyra, se kalemi që themi. Ato i kam patur gjithmonë, jo si lodra, po gjithmonë ndojsha të bënja natyrën ose njerëzit, përpiqesha me atë botën e fëmijës gjithmonë, duke lënë pas dore këto mësimet e tjera, se nuk e kam patur shumë në qef shkollët të matematikën apo këto, ato i kam bërë shkollën. Ato janë për detyrë. Për detyrë, kurse këto, për shembull, që mos më shanë ato të shtëpisë, gjyqja apo mamaja apo këto, në lexoja një libra për letërsinë, edhe vija mbi ato të matematikës apo të fizikës, i kisha më pak se letërsinë, kam për qef letërsinë, edhe sot nuk e ndaj letërsinë me pikturën, kurse vizatimin e kisha shumë pasion, kudo mund të shkruanja. Në kapaket e librave, në këto sa edhe druanja për mësuesve të njerë që i shkaravit një ose kur gjenë në dorë, kështu në një derë të bërë bukur shpredruri, unë vinja e vizatonja, pa një trupo në kënaqesh në atë që kësha bërë, në përmire dërme se pasu edhe të mirë një. E kam patu gjithmonë, nuk e quanja asi në një artë me veta, asë një profesion, asë një gjë, ti ishte quanja që unë këtë dita bëj. Edhe isha i sigurt për ta bërë. Plus shokët që më thoshin që më vizaton mua, më bëjmë mua, edhe bilem, nuk e di javlin ta thema, po jep shumë mësues e letërsisë, e kam pikturuar me shkumbës aty, e nëzora më shumë si karikaturë si pikturë. Edhe kur vinë mësuesi aty, më të roshi. Kështu, tërë klasa po shohi, më të roshi me mendjen, më thamë mua, do t'imja dur të mirë, po vetëm që më ke nxjerr pak mirë, se portretin, më shumë e portretin me resha. Po dhe, më vonë, fillova me këtë karikaturës në shkollën të bënja këto, si që në këtë tabelat e emulacionit apo ketët e klasë, apo këto. Mësuesën iknin mua. Kisha një përgjegjësi si tematim. Detyrojsh ati shokët tim në njërë t'i bënja me pak e veshët në njërë, po me unë më dhe gjatë për të kaluar në të karikaturës me fjallë. I ka pësaj në Greqi, si shko shqiptar, në emigrant, më të punë dhe tjera, hyra në një servis kafesh në Kreta, në Iraklet të Greqisë. Aty
mesha më shumë me dizenjimin, bëjnë ato shkronjat në një delfin dhe një këshu. Aty unë njoha pastaj me Nikon Spanjosin, ishte një ikonograf shumë i shkëlqyer, shumë njeri i madh me shumë emër në Greqi. Dhe aty pa që talenti juaj ishte? Duke parë ato që me i temë, se unë pa dashje skicoja, kur ata bisedoj një me tjetrin, unë në një gazetë të Greqisë, unë skicova Bin Ladenin. Ajo ishte një figurë negative, që shkendodhur atëherë. Kurse më pa me mendje çfarë ke këtë, unë u qenë kryqëçapa, dhe pritë ta shikoj unë. Në atë moment më mori me vete, thot, je piktor, kja piktor tash unë jam kam marrë tash në këtë punoj, e kam pasion pikturë. Edhe për atë shumë pa dashje këtë mire e shava atë për Bin Ladenin që ndodhi. Më futi pastaj në një kishë për restaurimin të një kishe. Dikë të besh, se kemë në zakone shqiptarë tash unë, dikë të besh, për nuk i një këto teknika tash unë të punimit, unë jam në thjesht dita besirizatim, edhe me gjyra mund të bëj me gjyra, po të ndihmosh. Megjithatë ju e aplikuat më vonë pastaj teknikën e pikturës në dru? Jam në dru, më shumë e ka në mur. Në murale. Ikonografi në një kishë greke, në Agjo Maria është në një Irak, është me emër e madhe, dhe unë yra për restaurim adin. Do të vim dhe tek ai momenti. Faktikisht, unë mendoj që të pikturosh është e vështirë. Ose nga që unë jam e patalentuar aty, nuk di të hedh ngjyra në telajo dhe më duket sikur është shumë e vështirë, sepse përveç kombinimit të ngjyrave, ato duhet i njohësh pa diskutim në mënyrë shumë të mirë, po arti kërkon edhe përkushtim, kërkon edhe njohuri, po mbi të gjitha kërkon edhe një kohë fizike, që të realizosh një pikturë, apo të realizosh një murale, apo të realizosh një portret, patjetër që duhet koha. Dhe më duket nëse piktori e sot këtë pikturë duhet ta mbaroj patjetër sot, sepse nesër i ikën frymëzimi ose duhet me ditë dhe orë të tëra të ri para saj. Ju si e keni, domethënë, si e keni këtë të thjesht, të vështirë, teknikën tuaj të pikturës, sa kohë i kushtoni asaj, apo është gjë e shpejt kalon? Jo, është ajo që the ti, frymëzimi, po edhe pasioni, apo nëse pasion e kam këtë dëshirë komentari atë. Po, patjetër. Po për ta kapur talentin dhe pasionin e dim që i keni, tani pjesa tjetër. Tani është kjo që nëse ti mua më kërkon një punë, më thua, e dua sot ose e dua nesër, unë bllokohem. I them mos kam kohë se vetë do të mund ta bëj. Po ti nëse më nxiton në këtë mënyrë nuk e bëj dot. Kurse nëse më thua që bëj kur të duash, unë e marrash me qip, sa mund ta bëj edhe për një orë, për 2 orë, mund ta arrij me një herë. Domethënë thjesht që do ta përmbet në mendjen time që për ta bërë ekzekutimin e kësaj pikture që më kërkon. Jo vetëm ta kërkoj për shembull frymëzim. Frymëzim nuk është tjetër gjë frymëzim. Frymëzim mund ta gjej për shembull në një moment ku dal në peizazh në natyrë apo diçka tjetër. Ose për siç janë këto për shembull të rrymat e pikturës në romantizmi apo këto. Po, impresionizmi, simbolizmi, po. Bravo. Edhe romantizmi, domethënë që të krijoj edhe më frymëzova nga diçka e dal ta bëj diçka. Kurse jo se diçka që ti ma kërkon. Nuk po them që kam diçka time, ajo time është frymëzim, kurse kur ma kërkon ti detyrohem që kam jo punën, po do të përqendrohem asaj. Dhe këtë përqendrim unë e gjej nga koha, domethënë si ma kërkon ti, si ma kërkon, nëse ma kërkon ti thjesht si punën, unë nuk më të arrit. Nëse më thua që unë e dua këtë gjë me vetë kur duash me dëshirën tënde, gjën tënde, kam besim në ty, unë atje e gjej atë. Edhe kjo është nga e nis një vepër. Dhe kjo është pak e vështirë. Sa të interesuar janë njerëzit në fakt sot ndaj pikturës? Vlerësohet sa duhet ajo, apo jemi pak indiferent? Për mua vlerësohet piktura, vlerësohet shumë. Nuk vlerësohet për punën e çmimit, mund të them, po jo se nuk e pëlqen. Tani për punën e çmimit, arti nuk ka çmim. Kënaqësia shpirtërore e njerëzit që të fal, ajo nuk ka të paguar. Por të paktën të vlerësohet si punë artistike. Piktura është një nga artet më të vjetra të botës, edhe prapë ka për të ngelur, mendoj unë. Është mbi 10.000 vjeçare sa Po patjetër që kur lindi njerëzimi në shpellat e para kur pikturonte. Filloi vizatimi, filloi skulptura me grendje në shkem.
Edhe sot pa tjetër që sa do të evoluoj teknologjia për para të ecën me këto të tjera, si që është me adhezivin sot apo me këto kompjuter që nxjerrin shumë mrekullira, tëra prapë stili dorës mbetet i pazëvendësueshëm. Unë e kam gjetur këtë, se shikojnë njerëzit sa interesuar janë. Dhe kur shikojnë për shembull që kërkojnë diçka, një pikturë ose një portret për shembull në ngjyra në telajo ose në kanavacë, nuk ka të mundësi, thotë ama me grafik ose me laps, prapë më ngelet pa gjë. Prapë ngelet tek dora. Prapë, ajo është me kosta më të lartë prapë në krahasim me një fotografi që mund ta printosh. Prapë zgjedhin, nuk ngelen pa gjë, prapë zgjedhin artin. Është i pëlqyeshëm nga publiku. Unë pas personalisht. Po, normal, niseni nga ajo që njerëzit kërkojnë dhe që e vlerësojnë. Le të ndalemi pak edhe tek ajo që ju pëlqen më shumë të pikturoni. Në fakt, unë kam parë shumë nga punët tuaja dhe i kam parë me vëmendje. Mirë po, nuk e dalloj dot atë që ju pëlqeni më shumë, sepse atje është portreti, atje është peizazhi, janë muralet, që për hir të së vërtetës mua më kalon pa fjalë realizimin tyre, kompozimet. Dhe thash, nuk po gjej dot cilën gjini pëlqen Lefteri më shumë. Ju çfarë pëlqeni? Fillimisht kam qenë në realistën. Realistën e kam të padiskutuar që nuk i ndajem asnjëherë realistës. Tani po filloj ta trajtoj nga pak realistën, po unë kem modern. Po jo, sepse keni ca piktura moderne me ngjyrë. Po edhe pas se nuk e njihjem përpara. Tani nga që e ndjek shumë nga e ndjek çdo ditë pikturën në botë, se kam me rrjetet sociale kam nga 300 piktorë dhe piktore artista në tërë botën që komunikojmë njëri me tjetrin edhe shkëmbejmë ato. Kjo është një shkollë pikture tjetër. Ne kopjojmë ose më kopjojnë, edhe marr një përvojë, edhe tashu kam hyrë në këtë botë të modernës që padyshim që pëlqen. Edhe po idhem sa nga një tekë tjetër, duke përshtatur edhe kërkesës së njerëzve, po unë do t'i provoj të gjitha stilet në pikturën. Më tërheqin. Po mbetem strikt në pësaj në ato që kush më pëlqen më shumë, i kam edhe dallimet. Ose në këto stilet, për shembull, sot për shembull është surrealizmi, surrealizmi më pëlqen. Ka botën e vetë, është bota ime imagjinare ku mund ta shpalos për së miri atje. Është kjo, se sa abstrakcioni, pasaj është tjetër, në abstrakcion unë luaj me nervat, me ngjyrat, me të gjitha atje, që bëj një kompleks atje për t'i mbellur, se edhe ato kanë ato të detajet e veta që nuk të lenë të dalësh nga ajo, se dikush mund të thotë që merr sa boja dhe ide, nuk është ashtu. Se boja me bojën përplasin njëra me tjetrën, edhe të bësh një art, bën diçka të shpifur. Po patjetër. Derisa në momentin kur ajo është në kuti, ajo është bojë, ndërsa pastaj kur e hedh në telaj apo në kanavacë, ajo kthehet në ngjyrë. Dhe këtu pastaj është talenti piktorit se si do na i sjell ato ngjyra. Do të bëj çfarë do të dalë, është për çka kesh në një mashtinë në mendit. Do të bësh atë që ke në mendin, ndryshe se bën dot. Nuk do presë si do të ndal kjo, ndali bukur apo jo. Tjetër sa do të se do të koncedoje që ta arrish. Gjini dhe Rrymat i morën vesh që kërkoni t'i provoni të gjitha. Po teknikat, midis bojrave të vajit, akuarelit, akrilikut, lapsit, grafitit, ku më shoni më shumë? Bojrat e vajit. Ato më tërheqin më shumë, pëlqejnë më shumë se kanë atë kohën e vet. Se boja e vajit ndihmon që një punë që se mbaron dot sot mund ta bësh edhe nesër, mund ta bësh pas nesër. Nuk të thahet me njerë, të rejon, plus një që nuk të rjetë ajo boja se edhe në kavalete dhe punon me njerë, po. E më tresh më shumë. Se akuareli ka të vështirësinë e vetë që do të është një teknike shpejtë, me pinata të shpejta që ta bësh në moment, do të tosh me ujnë me këto që të përgatitesh, se po e le një farë kohë, vetë letra të traton, nuk ta jep atë që duhet. Ajo, do më thënë një pjesë tajet më shpejt, një pjesë akoma. A ka nevoj, nisur nga ajo që thatë pak më parë, a ka nevoj artisti që er pas ere të ndryshoj në rrugën e ti, t'i përshtatet shijeve të njerëzve,
apo të eksperimentoj, si që thatë që ju pëlqen të eksperimentoni me... Dhe çfarë arrin artisti nga kjo gjë? Unë në fakt, kur që të rëvaj, unë nuk e qaj punë, unë e qaj një sfitë. Për më nuk ka pikturë e letë, pikturë e rende. Në qëse më të më thotë dikur që më bëj një... Kam dy gjera për të treguar, kjo është me vështirë, kjo është me letë, unë do të zgjedh më të vështirën. Nuk kanë, për më, nuk kynë atë që të dorëzojmë për para asaj, më tregj gjithmonë me vështira që ty. Unë kam qenë shumë bile dhe kam provuar, por vetë ekonomia nuk më ka lënë hiperrealistën, e kam dashur shumë në ty. Edhe kam bërë një të piktura hiperrealiste. E munduar, është një pikturë që shumë pikturë rradhë në botë që e punojnë, se ajo do shumë kohë. Shumë kohë, shumë kosto. Shumë kosto, pikërisht kjo është. Kurse unë dua që të bëj diçka më që edhe të ngellet ekonomike. Patjetër, përderisa tham që kemi zhndruar në profesion, normalisht në profesionit jetojnë. Mos kundërshtim edhe me të familjes atë na i vendruan nga shtëpia. Po jo, dhe humoristike. Jo, nuk u avëndruan sepse unë e di që të jetosh me një artist është e vështirë, por është edhe e bukur. Kështu që në këtë pikë faktikisht unë personalisht në pikturë jam adhuruese së verdhës. Nuk e di, më pëlqen nuancat. Nga njerë në qofse i referojnë Van Goghut, ai e kishte ngjyrën e çmendurisë, por mua më pëlqen që ta kem ngjyrën e jetës, të dritës, të diellit, pse jo të vjeshtës. Kështu, natyrë romantike dhe poetike, por... Ngjyrat e ngrohta. Po, të ngjyrat e ngrohta. Cila është ajo ngjyrë që ju përfaqëson juve më së shumti që hidhni në telaja? Apo një piktor nuk zgjedh dot? Ja, patjetër, unë ke Van Goghut kam pëlqyer për ato në lule dieti që përdoret të verdhën, të verdhën mustarde, ose ato pak të vrara se ka përdorur shumë impresionizmin që ka futur atij. Unë përqej edhe grinë shumë. Neutrale? Neutrale, në shumë më edhe në grija erët, ose koha gri si që është sot që bje shi. Më përqen edhe shiun, në kasi me thosh këtë do zjedhëm shumë kohën me djeda, po me shiun përqen shiun. Edhe stuin e kam qef. Jam pak në... Jo, tamam shpirti artistit në dilemën e madhe për para se të realizoj veprën e vetë. Grija dhe e zeza, këtë më tenet më treqin. Grija e zeza. Mirë, e zeza dhe e parta këtë janë në gjërat bazë. Nga njerë madje nuk i marri asë ngjyra, nuk i marri në pikturë të bardhën dhe të zezën. Ja, të janë gjërat bazë. Akromatike që thonë në gjuhën greke. Unë më shumë përqendrohem në një pikturë në do të jap atë harmoninë, në 60% do të jap një ngjyrë së fundit. Tjetër është kur përplasen me ngjyrat. Po, harmonia midis ngjyrave, tonalitetet e njëjta, ato janë që e bën pikturën. E megjithatë ju keni ngjyra të forta në pikturat tuaja, madje edhe me kontraste të forta. Aty ku është ajo e zeza e fort, aty vjen ajo e verdha e fort. Ku është e zeza e fort, vjen e kuqja, apo bluja e fort, përplasja, kontrasti, prandaj po them. Për mua, në fakt, piktura është ngjyra. Nga njerë shoh disa piktura që sikur kursejnë ngjyrat, sikur janë të zbehta. Dhe ju, pse bëni pikërisht këtë zgjedhje? Ja, më thashë, ka patur që i vogël këtë. Puna ngjyra më ka tërgjë shumë. Thjesht ka qenë ajo për shembull që i vogël duhet të bënja diçka të kopjonja, të bënja një anë figurative. Patjetër të idenë e moderne që është sot. Se sot për shembull përplasja e ngjyrave mua më ngroh, më arrit në të mirë se nuk mundet të kur të bësh kompozimin, në mundet të arrit për shembull që të përplasësh të verdhën si tham atje, me të kuq apo me të zezën, se ato të ngatrohet aty, do të aprish atë që ke në mendje. Po, harmoninë. Harmoninë, bravo. Ai kompozim ka atë bazën e vet për të realizuar. Dhe mua më sjell të glosin, pashka se një klient që më bën një porosim më thotë mua që kjo më shkon me këtë pjesën e jastekut apo me divanin. Nuk kam në atë. Unë bëj atë që dua unë. Çka më diun. Këtë do thoja sepse ne nganjëherë kështu i afrohemi artit. Më përshtatet me ngjyrën e divanit piktura juaj, po. Edhe unë më bëj çevi që aty i përshtatet, edhe është i kënaqur kush e bën atë porosim. Po unë bëj këtë që të arri. Se arti modern nuk është thjesht çfarë tregon, çfarë ashtu. Është thjesht koncepti si
A të shion ty? Po, si ndjesh, po, është ndjenja, po. Edhe këtë unë e kam arritur më së miri, e gjeja është me përqyshme sot që arrinë në trek. Edhe nga nga ime që realizojmë mirë, mos të në shumë mirë, në trek të përplasën, është bota ime në bojrat që... Po të ke fundit ashtu si që shtjeta, e mira, e keqja, e drejta, e gabu. Ke fundit një përplasje janë dhe pse jo dhe një përplasje ngjyrash pastaj. Po, piktura moderne është ajo që është, por në ka pikturë tradicionale mbetet peizazhi. Dhe ju jeni qasur peizazhit me ngjyra, madje keni qenë besnik i atij peizazhi kur pikturoni. Cila stin ju tërheq më shumë ndjesi, se nuk o pyes si e realizoni dhe kështu por. Cila stin ju zgjon më shumë ndjesi kur është puna për të pikturuar një peizazh? Pranvera dhe vishta. E dimrin po. Jo, keni edhe peizazhe me dimër, o? Kam edhe me dimër, i kam bërë pranvera të sjella të ngacmon, se fillojnë ato. Është vetë natyra me ngjyrat e forta. Të sjell gëzimin e jetës. Të gëzimin e jetës të riparon me shpirtërisht. Edhe unë jam shumë i dhenë pas natyrës. Unë dal shpesh në gjithë të malet të edhe qarë Korçës, që nga Morava e dera për Kozanit, apo në Mali Thatë këtu, apo Ivani, unë shitis me kembe këta. Jemi një grupë shokës që i ndjekë edhe për të pasarit të së më delë koha, se i kemë me kembë, i fotografoj dhe pastaj i kemë peizazhe. Në bas të fotos realizoni peizazhin. Për natyrën në tesë. Pa tjetër, çdo artiste ka, po, çdo artiste e dashuron natyrën. Megjithatë thuhet që të realizosh ngjyrën e gjelbër dhe pranvera karakterizohet nga kjo ngjyrë, piktorët sikur triqen pak sepse thonë që është shumë e vështirë për t'u realizuar. Unë nuk e di, me të thënën e piktorëve e kam. Ju si e keni? Në kombinimin e ngjyrat, se më shumë se ngjyra i realizoj vetë. 5 ngjyra më duhen më, pse të tjerat... të tjerat janë përzierje? Po, i kam gjithmonë përzierje, nuk përdor, nuk e marrë ngjyrën të gatshme asë njëra. Edhe sa doja vërtetu, pra do ta përzierje. Me ngjyrat unë luaj shumë me ngjyrat. Jam temë, do të nxjerrë të ngjyrën që dua unë, jo. Dhe i përzierje, ngjyra e gjelbër, padyshim që jeshilja me pak të zezëm ta ngacmoj, ose në qoftë se nuk kam jeshilja, më ta nxjerrë blonë të përzierë me të verdhë dhe të zezëm. Ndalin këto ose direkt nga e zeza me të verdhën të krijon një të gjelbër shumë të mirë që nuk mund ta gjesh dot me verdhë për ta blerë të gatshme. Është shumë e bukur, domethënë kur ndjesitë e brendshme, duke u ngacmuar me natyrën dhe duke realizuar ngjyrat sikur të ishit vetë natyra. Është mirë, është një kompozim i mirë që është ajo, si thashë që është një sfidë që bëj unë me natyrën, sa do të arrijë atë. Po, sfidë me natyrën dhe me punën që doni të realizoni. Do ndalem pak tek portreti. Kur është, do me thëmë, për mua që e shoh nga jashtë, gjenia e portretit mbetet më e vështira. Është një lloj si të bësh një foto të bukur, një foto të bukur, shkon në një studio, kërkon dritat, kërkon vendin e duhur, profilin, balloren, do me thënë, por ju e keni realizuar shumë bukur, sepse kam parë një mori portretesh që ju keni realizuar, dhe cila është ndjesia që ju vjen juve kur realizoni një portret? Si arrini ta kapni kaq thellë psikologjinë e atyre portreteve, e atyre njerëzve që pikturoni tek e fundit? Portretin e ka pasur qef që i vogël, gjithmonë, pa çka se atëherë në arjen bën diçka shumë të gjashme, që ka bën një karakter të një personi, diçka të përafër, se s'mund të isha ta bëja direkt në mënyrë që më origjinale, pa çka se tjetër më pëlqen. Jo, tani e bëni në mënyrën më origjinale të mundshme ju, prandaj. Sot mundojmë të kapa të dimensionale, jo të ish vetëm një skicë. Se ma të skicës kuptohet, e arrin të realizosh se mjafton të shikosh njeriu, çdo njeri ka një karakter që mund ta dallosh nga një tjetër, se të gjithë kanë dy veshje, një undë, një gojë, aty mund të marrësh një milion veta me të njëjtën moshë, po dallimi ku është direkt në një lëvizje
milimetrike e syve, apo e undës, apo e vegjit, këtu mund ta kapësh atë portretin. Nëse arrive të kapësh që në moment që në skica, pasat tjerat janë detaje që realizon. Dhe unë thjesht mundem t'i afrojmë pak edhe nga ana e fotografisë më shumë në portret. Pak më të shprej për shembull atje që t'i largohem nga fotografia, për shembull që duke patur një person, për shembull një personazh që më kërkon diçka, edhe unë shkoj për shkak një gjendje shpirtërore të ndryshojnë nga ajo e fotografisë. Në fotografi një buzëqeshje ndryshon, mund të jetë ndryshon shumë. Unë do t'ja përshtat pas që tjetër sa më artistike, mos jetë thjesht një fotografi. Edhe më të përdor teknikat me gishtë, ose me pambuk, me këto, ta nxjerr dimensionale, sfumaturave. Se i largohem pak kësaj me anë të vijave, të vizimit. Vizimin, vizimin e përdor vetëm në skicë, kaq edhe e mbyll atje, filloj pse me këto të tjerat. E mbani mend sa portrete mund të keni realizuar gjatë gjithë kohës? Nuk e mbaj mend se shumë se unë i bëj edhe live. Në shumë herë, për shembull atje kur mblidhem atë me miq apo me shokë, e detyrojmë të bëj kap një cep një moment që mos më pikase shumë të tjerë. Nxjerr një fletë të çastit, një laps edhe i bëj live atë. I kam pafund. Jo, janë të bekuar ata miq që ju kanë pranë, sepse në një moment ata kanë veten e tyre një portret që do t'ju shkojë shumë gjatë në jetën e tyre. Po, janë shumë të kënaqur. Patjetër, edhe unë jam shumë falendëruese për këtë. Cilat janë disa nga objektet më interesante që do të pëlqenin të kishit gjithmonë mbi telajo, mbi kanavaz, mbi që nuk do të ishni dorë kurrë të pikturuari? Unë në mendje kam shumë i tjera për të realizuar. Gjithmonë piktorët kryesorën e kanë atë që grumbullojnë në mendje, se sa atë që të realizojnë. Realizimi është për mua është diçka e thjeshtë, edhe së shpejt. Po ajo që do që të nxjerr në mendje, mendimet e mia që ti shfaq në telajo apo në letër, aty është të rejo vështirësia. Mund tash jam shumë i angazhuar edhe me punë, kam shumë punë, se mos këtu nuk i ndajmë Korçës prej vite tani se... Jo, ne mjafton të dim që bëni art të mirë, që pikturoni siç duhet dhe të bëjmë mik. Patjetër. Shumë, falenderoj. Vopshi. Do të bëj vetë shumë mirë, shumë ngrohtë këtu, se po si thash, duhet të bëj një turne në Evropë. E kam mendje, dhe do të përdor surrealizmin. Aty është me mendimin se surrealizmi është një pikturë që nuk ekziston në realitet, po do ta përshtatun me fjalë. Po, është gjendja juaj e brendshme. Të bjen njerëz nga qielli, mund të bjen njerëz nga qielli vetëm po jo, se po e shtyn, kurse do ta krijojnë në atë mënyrë si shihet edhe thjesht ana figurative në këtë rast. Edhe është diçka që do të nxjerrë atë një do të komplet të trurin tim me fjalë. Që ta jetë në telajo, në një ekspozitë. Po, jeni duke i realizuar këto? Po, këta skicat po jetë. Janë piktura që do t'i keni të koleksionit tuaj privat? Po, privat. Kjo është. Se do njerë me zjarë t'i nxjerë këto, po t'i mi nxjerë tamam. Që duhet, i provoj më të mirë se. Këtë pun kemi, por një tjetër aspekti i punës tuaj në pikturë janë muralet. Kjo është një art i veçantë, sepse të jep edhe avantazhe, por edhe disavantazhe. Çfarë ka avantazh muralja? Dhe pastaj çfarë ka disavantazh që nuk të jep? Këta muralet teknikën e punimit të muraleve e kam nga Greqia. Në Greqi unë njoha me një ikonograf, ikon spanjos me emër i talentuar, meshe me këto restaurimin e kishave. Po. Dhe unë aty kishe një kështu që dikush dhuronte një sasi lekësh, edhe beshe një në emër të tij, beshe një ikonë, një shenjtor. Po. Që më realizoi në mur. Dhe më dha mua këtë se më pak kështu u stepa për një moment se ishte diçka që nuk e kisha marrë përsipër ndonjëherë, se ndryshe është të jesh punosh me laps,
ose të thosh Ndryshe me ngjyra dhe ndryshe në mur. Në mur. E thaj, pra këtë mos e vramen edhe se të ndihmoj unë thati dhe ti, a je zoti do ta bësh edhe t'jap edhe shablonet, se ta përdorin shablone për këto ikona të kishin të gazhme atje. Tash nuk kem mësuar me shablone unë. Më thaj masin, me jep atë ikonë që do ta bëj, ta provoj. S'dua tash as të paguash asgjë. E unë do më kënaqur sa të më thuash që unë e bëra, pse pastaj ta fshish. Po, patjetër. Më doli mirë. Me sukses më doli. Edhe bëra disa nga këto veprat. Edhe një kishe përfundova, më fal, këtu në Kostur. Aty pata disa probleme të tjera. Mund të pikturohet mbi çdo lloj muri? Apo duhet patjetër që... Do ta përgatis murin e parë. Do ta përgatis, do të jesh një astarin këto të gjitha këto, po edhe që bëra këtu në një kishë të vogël, ishte një grua atje, shumë edhe në pas këtyre ikonave. Mirë, po ishte një problem që para 20 vite kur më të shon të punonja, ato që deshte kjo nuk i gjemin të ikonat për t'i marrë. Dhimin në përto kishat për të marrë një kopje, edhe nuk lejonin të fotografonje. Po, në për objektet e kultit është e vështirë të fotografosh, po. Një piktor, se dallojnë ato, po të shikosh me mendjen.
Ekzekutimin e bëj shumë më lehtë. Që të mos vërtetën ku e kam një herë në poj, ku e kam një gjë, një fushë, edhe Të ka ndodhur ndonjëherë që të dështoj një punë? Ka ndodhur. Ka ndodhur, i kam hyrë shumë herë, se unë kam edhe një gjë që po e mbajta shumë gjatë një pikturë, më këshin se do ta përsërit. I ktheni dhe i riktheni. Vetëm kur arri për ta që e bëj dorë apo e shes apo diku, vetëm atëherë mund të shpëtoj se ndryshe po e pata unë vazhdimisht unë do t'i bëni ndryshime. Të them që kjo pikturë ka marrë fund. Për mua nuk, edhe nëse edhe firmën them e kam mbaruar, prapë shkoj më duhet një derisa më ka vëzhguar një orë apo 2 orë, ta kem mendin prapë atje, çfarë mungon, rikthej përsëri në mendje, domethënë unë luftoj me veten. Më shumë se me pikturë. Nuk i shkëputesh dot. Thatë që pikturuat ikona, po me restaurimin e ikonave jeni marrë? Po. Është më e lehtë ti pikturosh apo ti restaurosh? Më e lehtë është ti pikturosh se ti restaurosh. Se restaurimi ndonjë do të thënë do shumë detaje të merresh vetëm me një gjë, do fillosh në fillim. Aty ku është të prishur, të vazhdosh me prishjen. Se atë që është në mur, ose në dru, shumica janë në dru. Në dru edhe në mur. Ajo tash që ka filluar e ka marrë atë atë prishjen, radhën, degradimin. Edhe fillosh ta dëmtosh akoma më shumë që të gjesh fundin që nesër pas një viti mos dalë prapë, se është në vazhdim i procesit deri diku nuk del më. Pas ato të fillosh ta mbush një lloj siç bëhet, si më mbushje në një dhëmbje apo diçka e tillë. Ta riparosh gradualisht derisa ta mbush në fund që mos kuptohet. E ta rish me ngjyrat e vrara në fund fare, nuk do të përdorësh ngjyrat e ndezura që ajo të bjen në kontrast me vetë pikturën. Se piktura është shumë e hershme, natyrisht nuk e ka të shkëlqimin e dikush që mund të ketë patur. Ngjyrat janë zvetnindur me kohë, kështu që do ta vrash vetë ngjyrën. Se ngjyrat janë gjithmonë kur i merr janë të ndezura, po do ti rregullosh vetëm ta përshtatësh. T'ja përshtatësh në varësi me ato ngjyra që i duhen asaj. Të kesh në matë, më shumë. Dhe vim në një aspekt tjetër, në aspektin që ju e doni letërsinë, e thatë që në fillim, jo sa pikturë normalisht, besoj apo është i njëjti pasioni. Pothuajse, ka një pothuajse në mes. Po, me letërsinë jam dorëzuar, se kam adoptimin, dhe pikturën jo, nuk dorëzuar asnjëherë, e kam. Po natyrisht, sepse pastaj do kishim kaq xhelozi dhe kaq inat në të tjerët sa s'mund të bekoheshit me 2 talente në të njëjtën kohë. Ju dhe klubi i shkrimtarëve dhe artistëve miq të Dritërojit. Tani dua të ndalemi pak më gjatë këtu për veprimtaritë që zhvillohet. E inkurajome për të vazhduar për më shumë. Si ditë bashkimi me Ngeli mua, ta drejtoj këtë klub. Ishte një nga detyrat më të vështira, nëse në pikturë unë nuk të kem ato vështirësitë e mia që përballen me artin,
Kurse në këtë, po thaj se jam shumë problematik, se jam edhe nga natyra liberale. Nuk e, do më thënë... Pa artistik kështu është nga natyra liberale, nuk ju vendos frej gjërave. Këtu kam patur shumë probleme edhe me klubin në vazhdimësi, se kemi kaluar shumë mirë, duke patur mbështetje në Beranjë dhe rinovim të klubit, pjesëmarrja shkovi deri në 250 në 300 veta. I kemi të njerëzit, marrjet të mira kemi patur edhe me klubin e Korçës, botën e re, i kam shokë dhe miqë, i përshëndesëm. Po, filluam pastaj ato xhelozite artistike që kemi thënë. Edhe një shprehje drejtorese, e kam patur në një këtë afërt. Edhe më ka thënë një llaf që sa më shumë shkallë të ngjitesh, aq më shumë kundërshta do gjesh. Mirë, po unë nuk dua të, se unë nga që jam një ndjesje e butë, preke me njerë, edhe duhet të rekuperoj vetën me ditë. Kështu që kam të nga hyra kësa e fata. Mirë pa vetë, ata shokët me thonë që në mirë se ti në pashkon të jepen këtë punë. Dhe pasaj kjo viti pandemisë kemi shumë problematik, nuk organizojnë të mblidhemi. Shpresoj do të largohet kjo pandemia, të bëj një organizim të klubit. Nuk mund të them se do të jem unë drejtuesi apo jo, po nuk do të alegin klubin. Natyrisht kjo ishte një periudhë e vështirë. E klubit kemi shumë punë, e kemi të përgjysmuar. Një është vetë larguar, një tjetër vdiq nga Covid-i, ndjes pastë, një tjetër është i sëmurë, edhe është i cunguar. Po natyrisht, sepse duke jetuar jeta e ka të gjitha brenda. Po nuk do të ale pa... Po, e kuptoj. Pa edhe një organizim të ri. Natyrisht, dhe kjo që pritet, sepse... E kam më me raqit se sa në pushën time profesionale që kam time. Keni provuar aktivitete online? Apo vështirë, kanë qenë të vështira për të realizuar dhe online? Online i kemi bërë gjithmonë aktivitetet. Edhe gjatë periudhës pandemisë, bët aktivitete online? Jo, pandemi nuk e ndërë se edhe nuk kam bedhë, të tjerë që kam thirë, nuk vinje. Po normal që kam frikë, që gjithë kemi frikë sot, në këtë kohë të gjithë jemi pak të frikësuar. Pavarësisht kujdesit të madh që tregojmë ndaj shumë gjërave, përsëri mbetemi të frikësuar. Natyrisht, vendi ku një piktor apo një artist që merret me artet figurative, ku përshfaqet i plot janë ekspozitat. Ju keni realizuar të tilla? Si, sa, punët që keni përfshirë në to? Po në kushtë u shkëputa nga Greqia, që mendova ta kem të përkoshme në Shqipëri dhe pasat të vazhdojnë prapë jetën në Greqi, sa ti kam një periudhë aktive të mire. Po, dhe goxha vite, do me thonë. Dhe përsi shkojë në prapë, më shka se të shenë në prejë të rrugit. Dhe shkojë këto në Balkan, që... Po, që kanë, po. Në punën time. Dhe... Kurse... Prisim për këtë... Po, për ekspozitën. Kam apër galerinë e parë në Bilishtin. S'ka pa dhe njerë galeri Bilishtin, figurative. Pa unë. Kurse ekspozitën e kam apër 5 vjetë më vonë. Aty... Gjerë që më quditi, po më gëzoj shumë, që unë kisha një pjesë marrë shumë të mire. Dushe mund të apë një në kohë që mund të apë një në Tiranë, vimish, mund të ashtë apë një në sa do më shikojnë njëzit e mi, sa do më dhonë njëzit e mi, i bje që... Po përgjithësia është dërfishe para njerëzve tuaj, ama? Dhe aty kam dalë shumë mirë. Jam shumë i njohës qytetim të Bilishtit që në përkranë, edhe në shkollat, edhe të gjithë... Se nuk kështë dhe një lajfarim, s'kësit që t'i bëjën në një... Apo me ftesë, apo me kështë marrë të gjithë, në mbështetën që nga... Që nga njerëzit e thjeshtë dhe deri tek njerëzit të drejtues aty. Ditët e pranverës e quajtët, apo jo? Po, ish pranverë. Ka qenë 14, mos ka bëj 14 maj. Jo, u lidh me kohën kur... Ky emër u lidh me kohën kur u hap ekspozita. Nuk është se e kishte qëllim në vetvete të ishte ditët e pranverës. Jo, unë e kisha përgatitur shumicën e 70% atyre kisha pranverore. Të pikturave. Të pikturave që kisha bërë. U përbada, pastaj kisha edhe një që kisha me shumë se angth punë e nudizmit, se ta është tjetë një qyteti i vogël që nuk e një shumë mirë pikturë në artin edhe si do të e thosha që të tjere... Do më paragjykoj njerëzit u bërë? Po jo, do la mire, se kisha tyre për këtë nudosh
që u shfaq atje, se ndryshe isha mësuar në Greqi, për shembull, që Po që e pranonin, po që e pranonin dhe pëlqenin direkt. Se edhe këtu, jo vetëm gjashtu, po edhe ushitin. Atje nuk po edhe një... Dhe që se ishte me... Njëra ishte me... si tem pak erotike të fortë, nuk u patë ndonjë gjë, vetëm se kisha edhe një kolege piktore aty, kishte shfaqur edhe ajo sa pikturat Diana që përshëndesje dhe tha që ore e teta, ama tha iq atë pikturën se dhe burrat apo edhe femrat po më vjen andaj tha, më s'poni fare këto tema. Këto pikturat e apo më vjen pas dore. Pas e hapa një kurs Po, një kurs për me nxënësit. Po, me fëmijët. Ishte një... Se pata shumë kërkesa nga nxënës të ndryshëm, Biruna akoma e sot, po të shkojnë në shtëpi e gjej studion time, gjej gjithmonë plot me vizatime, me kështu. Mendoni se piktura mësohet? Po, prindrit e gjejnë fëmijën, e shikojnë që ka talent. Ka, se shumë prind gëzohet kur një fëmijë mundohet të hedhë aty në letër apo në vizatim të paraqesit diçka. Po një pjesë e mirë kuptohen fëmijët cilët kanë talent. Edhe unë ndjeva në ato 30 fëmijë që kisha, se mund të kisha dynesh, mund të isha më e madhe, por nuk pranonja edhe më shumë se dhoma ishte e vogël, në natyrë, por duke seleksionuar, duke gjetur një baje më të afërt, pa dhe kushtet i largonin prindit këta fëmijë që kishin talent, dhe njëri të shohën që ore mos dhe pa lek fare, një dy për ashtu i mbajta, sepse se ishin të talentuar. Se në këta një zeda për të fëmijë, pesë ishin të talentuar. Po kur një fëmijë që nuk e ka atë talentin e dur, apo brumin e duhur për të bërë piktor, bisedonit me prindrit dhe deri këtu? Të vështire kisha, i thosha që... Sepse kjo është shumë e vështirë të thuash kur dikush... Po me shikonja që përplasja me fëmijët njëri me tjetrin, që atje e kuptojnë edhe me vetë fëmija mërzitej, se e nga spojnë shokët e tjere. Aha, e kuptonte, fillonte e kuptonte dhe vetë fëmija që nuk... Kuptonte vetë fëmija. Edhe kurse pritoj thosha që i mirë është atje, ka talent, po është prapë që nga tërësuarë. Le të vazhdojmë ato mësimet e tjera, e thosha me i takt që mos e mërzisnja. Natyrisht pak takt vlen sa një mal me dituri, thonë italianët. Thuhet që artistët, piktorët, poetët, janë pak qaraman. Frymëzohen më tepër në çaste melankolike, sepse tani po vim tek ajo pjesa tek realizimi i pikturave nëpërmjet frymëzimit, që frymëzohem dhe dua ta hedh patjetër. Ju si keni çastet tuaja të frymëzimit? Tamam, si të ti, qaraman në rëtikullën që Jo, çaste melankolike, po e zbut pak. Melankolike, nostalgjike, këto i kemi si temë. Edhe një film, po të shikoj, kësha mund të prekem, më mbushe si të melot, një film artistik që mund të shikoj. Ta e kemi, është një dopsi, mendojme e shfaqim, apo mos e shfaqim, po në të lare e shfaqim në piktur. Po pse duhet jetë dopsi të ke fundit? Nuk është fare dopsi. Po është, nuk të përbajme do të, janë emocionet. Ndjesia, emocionet të gjitha të përfshien aty. Edhe se, edhe në pikturë, pa tjetër, kur fillon që e marrë në revanshë, që po me ecën puna dhe tëra, më përfshin ato emocionet që duke ditur që kjo s'mund të mbajë rrëtas për një javë, më detyrojmë do të ambyllt me njerëz se më përfshin këto ndjesia, emocionet, shpirtin dan bën një trup, unë komunikoj me pikturën vazhdimisht. Atje edhe shikoj, sikur kam një shkembe dhe skalit për ta nxjerrë në skulpturën, për të nxjerrë atë që duhet. Është një luftë e brendshme, shpirtërore. Pikturoni çdo ditë? Po se do të shkoj në studio ime, në atelia, më të mbja studio, se shumë e kam rëmuj se sa studio, se poja kam poshtë, të vena në përafën për ato, edhe i di ku i kanë edhe vendin e vetë, pozicionin e vetë, mjafton që një person që oftë të me sikur të më largoj pak, të më zhvendosën, nuk e qenë do të... Aty, edhe të mos e kem pikturë, pra do të bëj një skicë, një diçka, do të mendoj. Po natyrisht, sepse procesi i artit nuk është vetëm finalizimi, mbi telajo, apo mbi letër, apo mbi partitura, është një periudhë shumë e gjatë, sepse dhe të menduarit, dashur pa dashur, do ta bësh në lidhje me atë që do realizosh.
Kështu që nuk është vetëm finalizimi, është një proces shumë i gjatë. Kjo është që thua atje, paktën edhe nga familja s'ka patur shumë probleme që më kanë ndihmuar atë, domethënë që e di që keni patur mbështetjen e dur, mbështetjen maksimale nga bashkëshortja. E keni fituar gradualisht? Gradualisht, se vështirësi ti kam patur që në fillim, atë që kam bashkëshortja që sapo ma citove atje që në fillim, më mbështet tash tamam se nuk është e lehtë se mund të njëherë nuk arrito të shpjegoj si duhet, e kam këtë problem atje. Po nuk është e lehtë, do vetëm po të gjitha sa duhet. Ose kur të shkëputoj që te mund të kem shumë në mendje në vetë të pasaj. Po si nuk e thash dhe këtë gjë, po duhet ta kisha thënë dhe këtë, patjetër. Kur isha i trejuar që më thotë njerë gruaja që kush të tërheq më shumë, tha unë, tha, apo pasionin, tha, për artin. Për artin, tha shumë direkt pa menduar, s'ka për një muaj. Por pse nuk i the, por ti e gjëja më artistike që kam parë. Dhe që ti që të ndryshoj ato, po. Po jo njeri mas njerë, po. Da jo e kuptoj që ai arti brenda jush ishte i lidhur me ju, i lindur me ju. Do me thënë, ju nuk mund ta konceptoni të dot veten jashtë artit. Kështu që prandaj dhe ju ka mbështetur. Përmendët pak teknikat kompjuterike në pikturë. I përdorni ju? Apo kur është e nevojshme do përdoren? Nga kompjuter jam shumë dobët. Nuk ti ta përdor, nuk jam ose mirë fare. Me që përdor pak Facebook-un, sa tash më dërgoj nuk do bëj fotografi. Po natyrisht sot rrjeti social është i marrë me kaq që mund të bëj atje, po sot kompjuteri më bën kaq që e zballoj fotografinë, për të kapur ato detajet më shumë. Për të mos të lodhë syri, se deri dje ose disa gjëra për shkak që bëjmë siç bëjnë në rrugët e Atinës, thonë që bëjnë portretin në live aty në mbrëmje, ngjiteshim për ato piktorë me dy lampe, pikturomi në live, bëjmë një portret kështu grafike më shumë. Me në lampës. Kurse sot të dërgon 10 apo 20 apo 100 fotografi, të zgjidh një dhe më bëj. Kjo është problemi më i vështirë. Se përpara mund të thoshë që na një fotografi edhe bëjmë, edhe përshtatje fotografisë edhe bëjmë kështu më të lehtë. Ose më shem mua dhe më bëj. Po. Nëse shikoj çfarë detajet e kam më të lehtë. Kurse kur më thot na 100 fotografi e zgjidh, unë më shumë koha e zgjidh, se sa realizimi. Po më gjatë arrit. Plani i afërt dhe plani i largët në lidhje me pikturat? Unë po vazhdo me korshëm. Me korshëm. Jasë këmë në pasaj, që më kam shumë... Murale të realizuara, pikturat të tjera, po, të cilat... Po vazhdoj. E kuptoj. Dhe ekspozita pastaj e surrealizmit, ajo ishte një... Mirë, atë kam në të ndër që ta tash më të parë që kam në mendje, atë do ta nuk do ta e këtë dhe jashtë. Por ne që jemi kurios, që duam pa tjetër ta shohim, nuk do të kemi një ekspozit? Pa tjetër. Në qofë se tash se nuk leshe të nëse të tim barel, da unë do t'i shes të gjitha t'i do të shkoj ati mi të në Europë që mund të bëjnë. Ata e kam jo vetëm e ndër po në plan, edhe po kam diçka në plan 70% e kam të realizuar, pasaj në diçka një pakiz më kërë që të mos e realizoj, se atër që kam në edhe gjithmonë e realizoj, në shumis në rasteve. Dhe këto në korshëm më përqenë se ndryshe nga qytetet e tjera, ose ndryshe këto në Balkan, se tash në Maqedoni, në Kosovë, në Martëzi, në qoftë edhe në Greqi, korshë është me përparuar, në termë në tjere si me Tiranë. Po jo mu jadim hajrin pikturës në Korçarët. Tash i shkapele. Ini shumë të para, edhe ma përqenë të punoj, japa të kontributin të në këtu. Dhe ne ju falenderojmë për këta. Arritëm në fund të bisedës. Do shadje, da nuk i thamë të gjitha atje. E po, minutashi ka ishë në lejon. Unë ju falenderoj që ju pata pjesë në këtë kafe art të pasdites. Ju uroj suksese në krijimtari, piktura sa më të bukura, murale sa më të bukura që dhe ne të kënaqemi aty ku shkojmë. Uroj shumë që ëndra juaj e kaq e madhe e një surrealizmi në këtë moment, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Evropën, do të ishte diçka shumë e bukur të realizohet. Faleminderit. Faleminderit. Kësia është e imja që
në zbulojnë, në gjumojnë, bile në kurani akoma me shumë të ndjera, dhe diçka që polem gjurma. Ne pikërisht faleminderit juve. Ne pikërisht këtë bëjmë. Gjurmojmë njerëzit që lënë gjurmë në art. Faleminderit. Të dashur miq, unë ju falenderoj që dhe këtë pasdite e ndatë me Kafe Art. Ju lë takim javën e ardhshme. Deri atëherë, kafe të shijshme me miq të mirë. Miru takofshi.